Do të vazhdojmë me një pyetje tjetër që na vjen nga një shikuese Minovkën muslimane. Ajo bën këtë pyetje, thotë selam aleikum, kam një pyetje lidhur me sejdën e cila bëhet kur të lexojmë Kur'an. A duhet ne motrat të bëjmë atë me mbulesë apo jo, dhe kur lexojmë Kur'an, a duhet lexojmë patjetër me mbulesë? Allah ju shpërbleft për përgjigjen. Këtu janë dy pyetje. Po. Të cilave më kujtohet se i jemi përgjigjur më herët, megjithatë po përgjigjemi prap në lidhje me bërjen e sejdës leximit të Kur'anit. Pra në Kur'anin famlar janë disa vende, pra domthonë më saktë 14 vende në të cilat apo 14 ajete të cilat nëse muslimani i lexon, atëherë është sipas mendimit të disa dietarëve është obligative, domthonë është vajib, kurse sipas disa të tjerëve është sunet i preferuar, do thotë që ai apo ajo që i ka lexuar ato ajete, apo edhe ai i cili në prezencë i ka dëgjuar, që ta bëj do thotë një sejdë që i thonë do thotë sejdja e leximit, sejdatu tilawa. Tash a është obligative që gjatë sejdës, gjatë kësaj sejdëje që gruaja të jetë e mbuluar, do thotë me shami, apo nuk është obligative kjo? Prap themi në këtë ka shqyrtime dhe shtjellime tek dietarët, dhe kjo ndërlidhet me atë se ky veprim do thotë a konsiderohet namaz në vete apo nuk konsiderohet namaz në vete. Disa prej ulemave kanë thënë vetë sejdja, bërja e sejdës në vetvete është namaz. Kështu që ajo obligohet me gjitha gjërat me të cilat obligohet njeriu i cili do ta fal namazin, sikurse marrja e abdesit, pastaj mbulimi pjesëve sikur për mashkullin ashtu edhe për femrën, e kështu me radhë, do thotë gjitha ato obligime tjera, kthimi nga kibla e kështu me radhë. Për faktin se ata kanë thënë se është njëjtë sikurse namazi apo është namaz. Ky është do thotë mendimi i dietarëve Hanefi, prandaj ata e obligojnë do thotë mbulesën dhe obligojnë do thotë edhe marrjen e abdesit, obligojnë edhe kthimin nga kibla e kështu me radhë. Kurse shumë dietar tjerë kanë shtjellu, cilë kanë folë do thotë në lidhje me sejdën e leximit, kanë thënë se ky nuk është namaz në vete, po është një adhurim, një ibadet që e kryen do thotë besimtari në ato momente duke lexuar Kur'anin, sikurse që është do thotë sejdja e shukrit, do thotë sejdja e falënderimit, gjithashtu është një lloj forme e falënderimit ndaj Allahut të Madhërisht në disa momente të caktuara, e kështu me radhë kanë thënë në këto momente këto ndoshta i ngjajnë në veprim namazit, mirë po në vetvete nuk janë namaz. Për arsye se namazi ka do thotë disa kushte që në definimin e dietarëve kanë thënë se namazi është ai veprim i cili fillon do thotë me tekbir dhe mbaron do thotë me dhënien selam, dhe këto asnjëra nuk janë evidente do thotë në gjatë lidhjes apo gjatë kryes së këtij ibadeti. Prandaj ata kanë thënë se nuk është obligative as vënia mbulesës, nuk është obligative as abdesi, nuk është obligative as kthimi ka kibla e kështu me radhë në përgjithësi. Pra ky është mendim i disa dietarëve të mëdhëbit Hambeli dhe mëdhëbeve tjera. Pra ky është do thotë trajtimi dhe shtjellimi i kësaj çështje. Kurse e sakta është që me të vërtetë nuk ka ndonjë argument të drejtë për drejtë që ta trajtojmë këtë si lloj namazi dhe ta obligojmë do thotë këto veprime që obligohet muslimani do thotë gjatë namazit. Mirë, po megjithatë, sipas mendimit të gjithë dietarëve, qëndron fakti se ajo do thotë i preferohet femrës të jetë e mbuluar edhe gjatë kryerjes së këtij veprimi, do thotë sejdës së leximit, po gjithashtu edhe kthimi ka kibla edhe përmeqen me abdes. Pra me një fjalë këto janë do thotë sunet ti veprojmë, nëse në ndonjë rrethant nuk i kem do thotë nuk i bëjmë këto dhe e bëjmë do thotë sejdën e leximit të Kuranit pa këto, inshallah nuk ka gjë të keqe. Pra kjo është çështja e parë. Çështja e dytë në lidhje me leximin e Kuranit, është obligativ do thotë mbulesa, edhe në këtë ka shtjellime tek dietarët, pa u futur në zbërthimin e mendimeve, themi se e sakta është se nuk është obligative mbulesa gjatë leximit të Kuranit. Për arsye se mbulesa është obligative gjatë faljes së namazit, pastaj kur gruaja do thotë del jashtë do thotë para burrave të huaj e kështu me radhë. Kurse gjatë kryerjes së këtij ibadeti do thotë leximit të Kuranit nuk është obligativ do thotë mbajtja e shamis, por nëse ajo e mban do thotë si gjë e preferuar, don të jetë do thotë ma e përkushtuar gjatë leximit të Kuranit,
atëherë inshallah kjo është më mirë, Zoti dhe më smiri. Vazhdojmë tani